A jeni ju, zotëri Bajrami, një nga kandidatët më të përfolur të Frontit Evropian apo të Bashkimit Demokratik për Integrim për Tetovën, pasi që jo rallë herë kemi rastisnë për lajme të cilat publikohen nëpër portale, nëpër njerëz të cilët po publikojnë, po e shpalli kandidaturën tuaj më herët se ta shpallni ju ndoshta. Jo, të jemi sinqert akoma shumë herët për këtë. Kjo edhe nuk është as pak e rëndësishme për ne se cili do jetë kandidati, pasi që me siguri keni pa edhe thashe theme se ne nuk mund gjejmë kandidat. Besoni, struktura jonë politike këtu në Tetovë ka as pak një 50 apo 100 njerëz që janë më taftë dhe do jenë fitues në këtë garë për Tetovën, kështu që nuk e kemi as pak problem. Përkundrazi, bile kemi shumë njerëz që mund të jenë kandidatët e mundshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim këtu. Po ajo që është e rëndësishme, ne jemi duke përgatitur një strukturë, një ekip të fuqishëm për komunën e Tetovës me profesionistë, me njerëz që vërtet e duan Tetovën, me njerëz që ja duan të mirën këtij qyteti, me njerëz të cilët do punojnë jo vetëm për çështjet lukrative të tyre, por do punojnë për të mirën e përgjithshme. Edhe kur do krijohet një ekip i tillë, do jetë shumë pak e rëndësishme se cili do jetë bartës i atij ekipi që unë mendoj se do bëjnë ndryshimin e madh këtu në Tetovë, edhe të jeni të sigurt se Bashkimi Demokratik për Integrim do e bëjmë më të mirën e mundshme që Tetova të fillojë të ngjajë si një qytet normal, sepse sot është një anarki totale në gjitha fushat e veprimtarisë komunale. Pasi që jam shumë i bindur se kjo strukturë aktuale që menaxhon me komunën e Tetovës, besoni e shohin si plaçk. Mundohen gjithçka të plaçkitin për këtë periudhë derisa janë në pushtet. Ka skandale të pafundme, jo me siguri jeni dëshmitar të asaj që ndodhi me këtë projekt inaugurzy te monopolli atje ku një kompani në falimentim ka bler një tokë me 1 euro metri katror, dhe besoni se ka indikacione të fuqishme, indikacione që ne me siguri do t'i shpalosim, se kjo kompani që ka qenë në procedurë falimentimi, pronën që e ka blejt me 1 euro metri katror, që e ka blejt 7.000 euro, ka indikacione të fuqishme se e ka shit 5 milion euro. Kjo është një keshpërdorim masiv. Nuk e di njerëz normal që e duan qytetin e vet a mund ta bëjnë këtë. Këtë nuk e kanë bërë edhe njerëzit që kanë okupuar. Këto njerëz e shohin si qytet të okupuar, si plaçk. Kjo nuk është normale. Kjo do ishte mëkat që këta njerëz të vazhdojnë të menaxhojnë me qytetin tonë, në ndërkohë që gjithçka tjetër po prishet, domethënë me planifikimin hapësinor, me urbanizmin Tetovë nuk menaxhon komuna. Menaxhojnë 2-3 oligark të mafijas urbane që gjithçka bëjnë ata. Domethënë nuk aktualisht komuna e Tetovës nuk i bie plane detale, nuk bëjnë planifikimin njerëzit që duhet ta bëjnë. E bëjnë kompanitë për shkak të interesave të tyre.